Assalamu alaikum të ndëruar dëgjues të radios Dituria Islame. Ne do të vazhdojmë pjesën e dytë të programit. Jemi në emisionin Jeta me Kur'an dhe së bashku në transmetim të drejt për drejt. Jemi me profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha. E ndërsa pjesa e dytë e emisionit është Kur'ani dhe jeta e shenjtë e njerijut. Kështu vazhdon pjesa e dytë e programit, prandaj ne pa humbur kohë i kalojmë fjalën profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha për të nisur pjesën e dytë të programit. Faleminderit moderator. Mirë se vini shikues të nderuar, edhe një herë ju përshëndes me selamun aleikum, me paqja dhe mëshira e Allahut dhe kënaqësia e tij, mëshira e tij qoftë mbi ju. Sa i përket kësaj pike të dytë të temës së sontit në emisionin ton Jeta me Kur'an, gjatë shfletimit dhe debatimit që në mënyrë që të tre pjesët e emisionit të jenë dhe thotë të lidhura ngushtë me njëri tjetrin, pasi që i pam disa ajete kuranore rreth rëndësisë së shëndetit njeriut, mirëmbajtjes, pastërtisë. Tani këtë jetë që Allahu a ka dhuruar njeriut është diçka shumë speciale. Është shumë një vlerë e madhe dhe një bereqet i madh dhe askush nuk ka të drejtë mja marr jetën dikujt tjetër. Ta shohim ajetin kuranor dhe pastaj do të bëjmë disa komente rreth këtij ajetit dhe se si ta fusim në jetë që na ta praktikojmë këtë ajet kuranor. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'an në suratul Maide ajeti 32. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Që në përkthyesit e Kuranit e kanë përkthy kështu parafërsisht. Për këtë shkak të këtij krimi, ajetet më herët para këtij ajeti flasin për krimin e djemve apo bijve të Ademit alayhis salam. Kabili e mbyti Habilin, shkaku i xhelozisë, dhe tërfaqja që është para këtyre ajeteve. Këtë krim që të parë që e bëni djali i Ademit alayhis salam Kabili, Allahu xhaleshanu tani po vazhdon faqen tjetër për këtë shkak të këtij krimi, Kabili që e mbyti Habilin, vllahun e tij, ne u shpallëm ligj, bënëm do thot ligje të reja Beni Israilve, popullit të asaj kohe, se kush mbyt një njeri pa të drejtë, pa pas mbytur ai ndonjë tjetër, do të s'ka mbyt dikon tjetër, dhe pa pas bërë ndonjë shkatrim në tokë, hiç pa fajshëm, kush e mbyt këtë njeri, atëherë krimi i tij është si ti kishte mbytur gjithë njerëzit. Pa me thonë, me mbyt një njeri të pa fajshëm, sikurse me mbyt tërë njerëzin. Dhe po vazhdon ajeti kuranor, kush e ngjall, do të thonë, tash kush e ngjall, qëllimi është, e kush bëhet shkak, do thotë nuk e zgjat dikush dorën me mbyt dikon, e kush e ngjall bëhet shkak që të jetë ai i gjallë, është si të kishte ngjallur apo shpëtuar të gjithë njerëzit. Do të thonë, kush bëhet shkaktar që populli mos vdes, që populli të jetojë deri në atë kohë kur Allahu xhaleshanu ka caktuar, ky njeri e ka vlerën dhe shpërblimin sikurse me ngjall tërë njerëzin.
Po vazhdon ajeti duke thonë, atyre beni Israilve u erdhen të dërguarit e Allahut, një pas një pejgamber të erdhen, me argumente, do thot me qartësi, udhëzime, mandej edhe pas këtij vendimi, me gjithë këtë, do thot argumente shumë, pejgamber shumë, po udhëheqësa shumë, lider shumë nga Allahu xhaleshanu, pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, i kalojnë kufit me mbytje dhe nuk jenë nalë nga krime. Shumë interesant. Kanë bë krim, edhe pastaj Allahu ka shpall ligjet që ndalohet mbytja e pafajshme dhe kanë vazhduar pejgamber duke ardhur, kohë pas kohë, megjithatë, kukërsia e tyre, mos respekti i ligjeve të Allahu xhaleshanu, mos përfillja e ajeteve kuranore apo ajeteve të fjalëve të Allahu xhaleshanu të Tevratit dhe të Injilit, po, mos përfillja tani edhe shekullin ton çka po jeton tani beni Israil, përsëri do thotë që futet jenë duke vazhduar me krime dhe me mbytje, po është duke vazhduar ajo tradita, do thotë tradita e keqe dhe tradita e zezë e tyre e mbytjes. Dhe unë tani duke lexuar këtë ajet, se si me kuptua, vetëm mja hedh një shikim të gjendjes sonë aktuale në kohën tonë moderne, të 10 vitet e fundit, 20 vitet e fundit, çka kemi pa, çka kemi përjetuar, çka po shohim, na mjafton me kuptua se sa krim i madh është me mbyt dikon pafajshëm. Sa krim i madh është, sa gjuna i madh është, sa mjerim i madh është, sa faj i madh është, nuk komentohet. Kemi tregu më herët që gjaku i njeriut, vlera e njeriut, është edhe ma e vlefshme edhe se sa te Allahu, sa dhe qabja, mos harroni. Po. Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Mos i mbytni veten tuaj. Se kur njeriu e mbyt një njeri të pafajshëm, po ai konsiderohet sikur të ka mbyt veten. Se është, të thotë, krijetet njëjtit lloj. Për që të arsye edhe Kurani ka ardhur, e nefse ka përdor terminologjinë e nefs, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah. Po, të thotë, wa khalaqa minha zawjaha, do të thonë që jemi të gjithë një llojit, të gjithë i përkasin, do thotë, një natyre, jemi njerëz. E çapo i pa tani vetëm masakrat e atyre në Myanmar apo në Burma, çka kanë bërë ndaj të pafajshmeve, nuk mjaftojnë, do të thotë, ligjëratat e tëra me tregu krimet dhe masakrat e tyre, çka kanë bërë ndaj muslimanëve atje. Po çka kanë bërë dhe çka janë duke bërë, do të thotë, tani edhe me bombardime të shumta ndaj palestinezëve, ndaj muslimanëve në Gaza, në Palestinë, po tani edhe në Siri, po tani edhe në Libi, në vendet e pafajshme ku bombardohen, do thotë, muslimanët mjafton me kuptu këtë ajet se sa njerëzia do të thotë është duke shkuar kundër urdhrave të Allahu xhaleshanu. Po i përsëritin gabimet gjatë shekujve. Çe i kanë bërë beni Israil. Po çka kanë bërë masakrat dhe makineria serbe në trojet tona ballkanike, në Bosnjë, dhe në Kosovë, dhe në Maqedoni. Tani në kohën tonë moderne. Po edhe më herët luftën e parë botërore dhe luftën e dytë botërore, kohën e Hitlerit, të Mussolinit, po, të Stalinit. Në Vietnam, sa të pafajshëm, sa kanë mbyt, të thotë, lloj-lloj torture, lloj-lloj mjeti, lloj-lloj materiale kimike, do thotë, që janë përdorur për me mbyt. Po të punonin njerëzia, sipas udhëzimeve hyjnore, ashtu si ka shpallë në Kur'an. Njëjtat udhëzime janë shpallë edhe në të librat e mëhershme në Tevrat, në Dhjatën e Re, në Dhjatën e Mëdhshme, në Bibël. 10 këshillat fort mirë i din i thartë të librit, i din jahudit edhe krishterët, fort mirë i din ato 10 këshillat e Hazreti Musës. Po. Edhe aty do të thotë për mos me mbytë, mos me tradhtua, mos me rajt, mos me jell pasurinë, e mos me shiku gruan e vllaut tënd apo gruan e të afërmit tënd me sy të keq, me nije të keq,
krejti kanë përmend Allahu xhaleshanu. E mos hani mishin e ndaluar, mishin e derët që do të flasim na ma vonë, mirë po njerëzia nuk po kupton. Krye neç po tregohet. Prandaj jeta e njeriut, po çaq e shenjtë, çaq e vlefshme, që askush nuk guxon mja marr jetë, nuk kemi të drejtë. Nuk kemi të drejtë, vetëm nëse ndodhin disa shkaqe, disa raste kur mbyt dikon pa fajshëm, atëherë hakmiret me Kur'an është kjo. Po. Kur dikush e le fejen islame, konvertohet nga feja islame, konvertohet të krishter apo në katolicizëm, apo në protestantizëm, apo diçka, atëherë me ruajt reputacionin e fejës islame. Dhe se ai kur e ka pranuar fejen islame, nuk është dhunuar me dhunë, nuk është fut në fe. Prandaj edhe nuk ka të drejtë me dal nga feja, do thotë ashtu si don ai, sepse në pasojat janë negative të shumta. Ne askënd se dhunojmë në fillim, bënuni musliman. La ikraha fi din. Që do të jetë fort mirë e qartë për çdo ka. Askënd, të gjithë janë të lirë, me besu apo mos me besu. Por në atë moment kur ti beson me liri dhe me dashuri dhe me vetdije, pastaj po legjislacioni islam, shteti islam, rregullat islame, konceptet islame flasin që ti nuk guxon do thotë me lan këtë fe. Dhe përndryshe do të ekzekutohesh. Po. Dhe numër 3, nëse do thotë i martuari, i moshuari, i martuar, apo e moshuara, e martuar, po, kanë bë do thotë prostitucion, zina kanë bë, dhe verifikohet dhe evidentohet do thotë që ata kanë bë këtë krim, atëherë ekzekutohen publikisht edhe ata, pse? Do thotë jo të moshuarit, po të martuarit, do thotë futën edhe trit, e treja. Ka janë të martuar apo të martuara, do thotë nëse evidentohet dhe vërtetohet që ata do thotë kanë bë këtë amoral, kanë bë këtë gjunak, këtë zina apo prostitucion, atëherë ata ka dia ka si islam duhet të thotë sipas islamit që publikisht ekzekutohet që të tjerët marrin mësim. Këto janë ato 3 raste ku lejohet, përndryshe nuk guxon mu der gjaku. E që kanë bërë masakrën në Kosovë të na, e që kanë bërë masakrën në Prekaz, familjen e jeshareve, që kanë bërë masakrën e Reqak, që kanë bërë masakrën shatrat të ndryshme, mos flasin. E që kanë bërë masakrën në Srebrenic, e sa përdhunime, e sa djegje, e sa mbytje, e tjera, prandaj edhe këtu do të thotë Kurani, kushton rëndësi jetës së njeriut, shëndetit dhe jeta si jetë, tani më vonë do të shohim tash dhe faktorët kryesor, do të thotë aktual dhe nacional dhe kombëtar dhe ndërkombëtar, të gjithë këta forcat do të bashkojnë për me ruajtur shëndetin dhe jetën e njeriut. Dhe për me u ballafaquar me këtë pandemi që i thënë tani, me këtë problem që na ka kapluar do të tërë botën, Allahu xhaleshanu inshallah na nxjerr nga kriza, nga rreziku i këtij virusit, po korona, atëherë Kurani jep zgjidhje, jep alternativa që do thotë duhet të kthehemi originalit. Duhet të kthehemi do thotë këtyre këshillave sot çka na flasin këta, do thotë mirë marrni pastërtin, lani duart me sapun dhe me shampon, po mos prekni vendet ku nuk jeni të sigurta për pastërti, po keni kujdes për higjienën, po keni kujdes do thotë çka po hani, çka po pini, keni kujdes, e në esencë, që 1400 vite i madhi Allah, elhamdulillah, librat e shenjta, dhe më herët, po tani ka përfunduar me Kur'an, me i ka dhënë këta gjëra, me i ka tregu këta gjëra. Ma është koha tani për botën tërsi, jo vetëm për shqiptarët, po për botën në tërsi, që t'i referohen këtij librit dhe t'i implementojnë këshillat dhe udhëzimet e Kuranit nëse lypen me dal nga kjo krizë. Dhe shumë kriza tjera. Jeta njeriut edhe njëherë është e shenjtë, është e bereqetshme dhe për këtë jetë Allahu xhaleshanuhu do ta merr të gjithëve në përgjegjësi, se a kemi shfrytzuar do thot ashtu si duhet pozitivisht dhe a kemi shfrytzuar deri në maksimum për të mirën popullit, familjes, të shtetit dhe të rinisë,
kohën e lirë se si e kemi kaluar, jetën tonë se si e kemi kaluar, po shëndetin tonë se si e kemi mbajt, të gjitha për këto ne të llogaritemi. Të gjitha këto janë nimetet, mirat, që na i ka dhënë Allahu xhaleshanu. Për me kuptu tani për këtë çështje, për me rujt dhe thëtë jetën e njeriut përgjithësi, tani, para se me folë për zgjidhjet, të thëtë, se si Kurani qëndron, dhe çfarë raporti ka Kurani dhe thëtë ndaj ushqimeve të ndaluara, ne i kemi përmend dhe thëtë edhe më herët, po edhe këtu do t'i përmendim tani dhe thëtë këta ushqimet që i ka ndaluar Kurani për njeriun dhe për tërë njerëzim, që këto ushqimet duhet mos të jenë prezent jetën tonë, tryezat tona. Se për ndryshe do të na kap dënimi i madh, epidemi të mëdha, probleme të mëdha. Para se të kalojmë do thotë këto pikën e tretë, Kurani dhe epidemitë gjatë shekujve, tani që e kemi atë çështjen kryesore, po ndalemi një pushim të shkurt pas kësaj pjese të dytë, po që ta vazhdojmë pastaj në pjesën e tretë të emisionit. Ju falenderoj për ndëgjim, po një pauzë të shkurt me një ilahi dhe i kemi pjesën e tretë gjatë shekujve dhe ta shohim se çfarë po na flet Kurani, se si ti përballojmë epidemive, problemeve, të smundjeve të ndryshme e tjera. Ju falenderit dhe selamun aleikum. Aleikum selam, faleminderit shumë doktor edhe për këtë pjesë të dytë të programit. Të dashur miq, të qësnëruar të radios Dituria Islame, ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër me një ilahi dhe rikthehemi me pjesën e tretë të programit. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا